Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Zgjatet në 30 ditë masa e paraburgimit për ish-ministrin e ekonomisë së Republikës Maqedonisë së Veriut, Kreshnik Bekteshi. Gjykata themelore në Koçan shpalli vendimin me të cilin caktohet 30 ditë paraburgim për 13 persona të përfshirë në rastin e zjarrit në diskotekën Puls, mes të cilëve dhe ish-ministrin nga radhët e BDI-s. Mbi ish-ministri rëndojnë dyshimet mbi kushtet e dhënies së licencës së ushtrimit të aktivitetit për këtë diskotekë. Më shumë se 59 të rinj humbën jetën gjatë zjarrit të rënë për shkak të përdorimit të lëndëve piroteknike. Nga e hëna priten kthimet e para nga jashtë të pacientëve të lënduar që janë dërguar për trajnim pas zjarrit të rënë në Koçan në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Lajmi është bërë i ditur nga drejtori i Fondit për Sigurim Shëndetësor, Sasho Klekovsi. Ai tha se kurimi i pacientëve do të vazhdojë në vend, duke qenë se trajtimi i djegëve është një proces që mund të zgjasë disa muaj. Gjithsej 106 persona të lënduar janë dërguar për trajtim jashtë vendit gjatë 5 ditëve të fundit. Prej tyre 30 janë në Serbi, 15 në Bullgari, 4 në Sloveni dhe 5 në Kroaci, 12 në Greqi, 4 në Itali, 6 në Austri, 4 në Belgjik, 4 në Lituani, 12 në Turqi, 2 në Suedi, 6 në Hungari dhe 2 në Poloni. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Turqia është e vendosur të ratifikojë marrëveshjet e kornizës ushtarake të nënshkruara me Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut. Marrëveshjet e nënshkruara në vitin 2024 pritet të kalojnë përmes një procedure të përshpejtuar për të futur në agjendën e parlamentit turk. Përmes marrëveshjeve Turqia dhe partnerët e saj do të bashkëpunojnë në një gamë të gjerë fushash ushtarake dhe mbrojtëse, përfshirë trajnim dhe arsimim, ushtrimet përbashkëta, bashkëpunim në industrinë e mbrojtjes, ndarjen e informacionit të inteligjencës, mbështetje logjistike, shërbime mjekësore, mbrojtje nga sulmet kibernetike, misione paqëruese dhe kundërminim të minave dhe pajisjeve shpërthyese të improvisuara. Marrëveshjet gjithashtu lehtësojnë shkëmbimin e personelit, kërkimin e përbashkët në shkencë dhe teknologjinë ushtarake dhe bashkëpunimin operativ në misionet e ndihmës humanitare dhe ndihmën pas katastrofave. Presidenti e Kosovës është e bindur se marrëveshja e propozuar nga ndërkombëtarët nuk e kalon testin e gjykatës kushtetuese. Pas takimit që pati ditë më parë me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen, Vjosa Osmani deklaroi se personalisht beson se drafti nuk është në përputhje as me vlerat dhe as me normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës dhe as në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Unë personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Dhe një draft statuti i tillë që bie ndesh me këto të trija nuk ka se si të hyjë në fuqi, dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte çfarëdo testi në gjykatën kushtetuese, e cila tashmë ka vendosur standarde për shumë nga këto temat vendosura brenda draft statutit, siç janë kompetencat ekzekutive të asociacionit e shumë çështje tjera, në vetë vendimin e saj të vitit 2015. Në lidhje me bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë, Vjosa Osmani tha se në procesin e dialogut deri më sot nuk është respektuar parimi i barazisë mes palëve. Kosova absolutisht nuk është trajtuar në përputhje me parimin e barazisë dhe balansin në këtë proces të dialogut, ka qenë proces i njëanshëm, i cili e ka dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e procesit. Presidenti letonez Edgar Rinkevic gjatë vizitës zyrtare në Kosovë në praninë të presidentes Vjosa Osmani tha se nuk mund të premtojë që statusi i vendit kandidat do të jepet deri në fundin e vitit, ndërkohë që konfirmoi qëndrimin e Letonisë për heqjen e masave kufizuese të Bashkimit Evropian ndaj Kosovës. My belief is that the sooner we do, the better it is. So if we lift restrictive measures, then we will see how far we will be going also with other measures, but I can't promise you that there could be a candidacy by the end of this year. That is something that I can't speak on behalf of all the member states. Bidja ime është se sa më shpejt që kjo të bëhet, aq më mirë do të jetë. Nëse i heqim masat kufizuese, atëherë do të shohim se sa do të shkojmë dhe me masat e tjera, por nuk mund t'ju premtoj që statusi i vendit kandidat do të jepet deri në fund të vitit. Nuk mund të flas në emër të gjithë anëtarëve të Bashkimit Evropian, u shpreh presidenti Letonisë Rinkevic. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.